I madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an ka thënë ahsahu Allahu wa nasu. Zoti e shkrujti, e majti në llogari, po njeriu e harroi. S'ka gjë më të keqe o vëllezër se sa smundja e harresës së gabimeve dhe gjunave. S'ka gjë më të keqe. Për këtë arsye dhe njeriu duhet ta edukojë veten e tij me istighfar dhe me tobe të përhershme, të pandërprerë vazhdimisht. Se vetëm ajo që të ndrit. Tobe, istighfar, vetëm ajo që të ndrit. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. Atë ditë njeriu do të gjejë gjitha gjërat përpara vetes tij, çfarë ka bërë të mira dhe të këqija, e do të dëshironte që mes tij dhe të keqes të kishte një distancë të largët. Pastaj çfarë tha? Wa yuhadhdhirukumullahu nafsa wallahu raufun bil ibad. E Zoti po ju tërheq vërejtjen. Allahu është i mëshirshëm me robët e tij, pra me njerëzit, me robët besimtar, me besimtarët.